Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi nuk do të lodhet më të zbardh me stafin e tij, shërët e deputetëve, sepse tani vendos sistemi AI. Për këtë kujdeset bosi i PC Store Elton Mehmeti, ndërsa taksa paguesve, ky shërbim për zbardhjen e fjalëve me inteligjencë artificiale në parlament u kushton afro 1 milion euro. Peleshi, i cili po vuan shumën me ndëshkimin e deputetëve që përdorin fjalë të pista, donte ta bënte sa më shpejt këtë projekt, por tenderi që bëi ditën shturei natën. Ja ç'ndodhi, u duk sikur bosi i PC Store vuri në vip punën e tenderit të sistemit AI. Në qershor të 2025-s, para largimit të Elisas Firopalit nga detyra kryetares së Kuvendit, u shpall fituesi i tenderit. Më konkretisht, kontrata ka objekt: vlerja e sistemit të transkriptimit të dhënave audio-video të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, bazuar në inteligjencën artificiale dhe shërbimin mbajtje 48 muaj. Fondi limit tashmë nisi të transferojë në llogaritë e fituesit. Pra, kur mendonim se kjo punë ishte mbyllur, mësojmë se vazhdonte lufta në Komisionin e Prokurorimit Publik. Ky është vendimi i lëshuar më 9 prill 2026 nga KPP, kur rësohet kërkesa e kompanisë MCN, e cila kërkonte rishikimin e vendimit mbi këtë tender. Nga ky akt i vonuar marrim shkas të rikujtojmë se si u zvarrit për 2 vjet gjatë ndërimit të 3 kryetarëve të Kuvendit tenderi i sistemit AI, derisa përfundoi në duart e PC Store. Ideja ishte ish kryetares Lidinta Nikola, por kur i bëri gjërat gati, detyruan të largohet dhe të dorëzonte tenderin bashkë me detyrën. Faza e parë e prokurimit përfundoi më 22 korrik 2024, 4 ditë përpara se kryetaria të jepte dorëheqjen për arsye shëndetësore. Siç merret vesh, kualifikimet e kompanive janë pritur me ankesa të forta. Shpallja e fituesit nga